Përshëndetje. Në këtë video do të mësojmë se si me dizajnu një infografik. Hapi I parë, pa marrë këtu katrorin, edhe do më thonë për bëj masin sa është hapësira këtu. Këtu klikoj edhe zgjedh ngjyrën. Pavarësisht për bëj këtë ngjyrë, ju mundi me shënu këtë kodin këtu, edhe bëhet ngjyra njëjtë, klikoj OK. Hapi tjetër e kemi, do të thonë gjatë punës kjo na pengon tash si background, kështu që këto mund me bë lock, me blloku. Kështu që e klikojmë këtë, shkojmë te object, pastaj kemi te lock dhe bëjmë selection. Apo e kena ctrl D. Domethënë klikojmë këtë, edhe kjo tani është e bllokuar. Apo ctrl D, shkurtesa. Hapi tjetër, me tasin e djathtë po zgjedh këtu rrethin apo ellipse tool. Klikoj edhe bëj rafërsisht kështu. Shikoni tani kjo ka këtë ngjyrën e njëjtë. Por na klikojmë këtu te gradienti. Nëse ju nuk e keni këtu gradientin, e shfaqni te Windows gradient. Domethënë gjithçka që ju referohen këtu, ju ja shikoni emrin këtu edhe e gjeni te Windows. Okej, kur ta klikoj gradientin, shikoni hapet kjo. Pastaj klikoj gradient, e selektoj këtë opcionin. Këtu nëse e keni për shembull kur selektoj këtë, opacity këtu është 0, e bëj 100%. Shikoni. Këtu po e klikoj këtë, pastaj klikoj 2 herë, domethënë, edhe zgjedh një opcion ngjyrës. Shikoni. Kështu po mendoj. Domethënë, pjesën e majt është ngjyra më e mbyllët, pjesën e djathtë është ngjyra e bardhë. Pastaj klikoj ctrl C edhe ctrl shift V. Kjo bëhet duplikat, domethënë bëhet copy paste në pozicionin e njëjtë. Pastaj me shift alt afrona këtu të shigjeta dhe rriti, kjo rritet në mënyrë proporcionale, pavarësisht kështu. Pastaj po klikoj ctrl edhe me klap e vendosi një lajer më mbrapa kësajna. Edhe këto të modën që e kam këtë rast, shkoj edhe vetëm këtu e bëj reverse, e kthej gradienti pi onës kundër. Shikoni. Këtu është ngjyra mbyllët, këtu është e bardhë, ndërsa te kjo është e mbyllët, kjo është e bardhë, është në anën e kundërt. Hapi tjetër, e marr me çet rrethin, e klikoj ctrl alt, shikoni kur e klikoj ctrl alt, kursori ndryshon formën edhe e ngrej me mouse, drag and drop. Pastaj shkoj klikoj këtu. Edhe gradienti tash ndryshon formën, nuk bëhet prej majtas djathtas, po bëhet prej qendrës knena. Po unë tash po du që pjesa këtu mbrana më konë mbyllët, ndërsa knena më konë të shkutu zhduk. Kështu që e bëj reverse. Shikoni si bëhet. Po prap këtu po është e bardhë, ndërsa kjo po tjetër ngjyrë. Shikoni nëse e qesa pa këtu e vrejme që është ngjyra bardhë. Kështu që te gradienti, këtu që është ngjyra bardhë, klikoj, pastaj te opacity këtu, kjo është transparenca, këtu e bëj 0. Tap, shikoni kjo shkon tu u zhduk, tash domethënë tu u bë për ngjyrës mbyllët, tu shku tu u zhduk ngjyra. Kështu që këtë e vendosi prafërsisht këtu. Por ngjyra pak e mbyllët, kështu që këtë ngjyrën tjetër këtu, në fakt ngjyra është pak e qeltë, po duam e bë pak më mbyllët. Klikoj këtu 2 herë edhe shkoj për shembull e bëj parsisht çfarë ngjyre po du. Këtë rast po mendoj që kjo është e mjaftueshme. Po e marr këtë. Edhe tani po i selektoj këtu dyja, edhe ctrl shift edhe klapën e mesme djathtë i vendosi këtu mas larti. Edhe shikoni kjo tash është si një hije e kësajna. Kështu që po rriti me shift alt prapë edhe pak më të madhe, e po vendosi parafërsisht kështu. Shikoni. Kështu që më rregull kështu. Pastaj e selektoj këtë, i bëj ctrl G, kjo bëhet grup, shikoni tash është si një. I klikoj ctrl alt, edhe me mouse e ngrej drag and drop. Edhe tani po shkoj, po e zvogëloj me shift në mënyrë proporcionale. Shikoni kjo si zvogëlohet. Po i rriti pak me shift alt prap. Okej. Tani po selektoj këtë, edhe ctrl C, ctrl shift V, bëhet copy paste në pozicionin e njëjtë, dhe kështu që po vendosi lart që bëna kopje. Shikoni kështu. Prapë ctrl C, ctrl shift V.
normal edhe këtu për marrë këtë. Tani, për selektoj këtu, edhe klikoj këtu e bëj e zgjedhi Align to Selection, edhe pastaj e bëj këtë opcionin këtu. Që e gjen një mesatare hapësirat me pas të njëjta. Për selektoj këtu, për afroj këtu. Pastaj, me Shift, për zvëgloj këtë proporcionalisht bashkë. Proporcionalisht shtu. Edhe, shkoj kështu proporcionalisht. Kjo e mesit le tjetë proporcionalisht mes me këtë. Ok. Tani, këtë edhe këtë. Me Shift edhe me shigjet majtas, për i levizi. Dhe po thonë me që këtë sesit e këto më ka bëm. Shikone. Proporcionalisht shtu. Pastaj këtu dyja. Kështu. E ko ke një formë si harkore. Pastaj, po e marrë këtu një rreth. Ose fillimisht po i marrë këtu edhe po i vendosi pak manketon si man mes bashk. Pastaj me tasin e djathtë po zgjodhi këtu rrethin edhe po e krijoj rrethin më kon i mallësisë përveç shto. Po rrethi tash ka ngjyrë, këtu na ngjyri thomi jo, po japni vetëm kufizim. Kufizim po zgjodhi këtë ngjyrën e mbyllt, edhe këtu e menaxhoj trashësinë, shikoni. Pastaj po du me ndërprej këtu. Rrethi për shembull kjo më prej këtu, kështu që e marr katroren e bëj prapërsisht kështu. Pastaj këtu dyja i selektoj edhe te Pathfinder, e keni opcionin me shfaq Pathfinder, prapë e gjeni te Windows edhe e klikoni këtë. Shikoni kjo prej këtë, pastaj vetëm e zgjidhni këtë mouse këtu Direct Selection Tool, e selektoni këtë kështu edhe klikoni Delete. Pastaj, me cëtële Shift, e vendosni këto poshtë. Shikoni se bëhet. Ok, të po selektoj këtu, për levizi pak ma poshtë. Tani, këtu kena me vendos ka një tekst, edhe këtu kena me vendos ka një ikon. Këtë rast, po e marrë tekstin për shembull, edhe po vendosi këtu, klikoj me shënu. Titullin një, unë me zgjodh një ngjyrë si pas dëshirës për shembull që kuqe, po arriti pak fundin. Pastaj po e marr të-n edhe tani po e moj kështu shtypër, po e bëj text box, edhe prapërsisht po shkruaj kështu. Edhe këtë e bëj kopje, që të lart atë, e vendos për shembull këtu, 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 këtu. Unë nuk po mundona që këtu çdo detaj me 100 mm, nëse ju me kuptu mënyrën që shbohet. Tani për shembull këtë e bëj titulli 2. Edhe e selektoj këtë, ja ndryshoj për shembull ngjyrën, kësa na më i bën ngjyrë tjetër, titulli 3, edhe kësa na ndryshoj për shembull ngjyrën, titulli 4, dhe titulli 5. Po e zgjedh për shembull këtu. Kështu. Pastaj, për me shkarku ikona, shkojmë te flaticon.com, këtu janë disa ikona, edhe unë shkarkoj një, edhe njëjtën ikon për përdorin gjitha vendet, për arsye mos me hub kohë gjatë ushtrimit. Po e zgjedh në këtë rast këtë. Edhe shkoj këtu te plusi, edhe zgjedh formatin IPS, domethënë EPS është formati për Adobe Illustrator. E zgjedh për shembull desktop, save, edhe pastaj e hapi ikonën me një tab tjetër. Pastaj e klikoj këtë, CTRL-C kopje, edhe këtu CTRL-V paste. Tash
Ka raste ku ti marrë me ikonat për 3 ikon, nëse dëshirojmë me ndryshu ngjyrën, ka disa raste nuk ndryshohet, por këtë rast kjo po funksionon, më mirë është. Edhe mumi, për shembull, e kliku kështu. Me zvoglej me shift, edhe për vendosi këtu. Pastaj të njëjtën, me ctrl alt dhe me mouse, për bëj copy. Tash e vendosa këtu. Po thonë, me ctrl alt edhe me mouse, për i ngrej drag and drop. Tash, e kom selektu me këtë, klikoj i-ën edhe jam marrë ngjyrën e tekstit. Klikoj këtë, i-ën, ngjyrën e tekstit. Do thonë, shikoni, i. Edhe këtë mund me konsideru si një infograf.